Ungjilli sipas Lukës, 90 faqja, kapitulli 14, dhe po lexoj nga vargu 15. Le ta shohim me vëmendje vëllezër se çfarë do të na japë Zoti sot nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Dhe një nga të ftuarit, si i dëgjoi këto gjëra, tha: "Lum kush do të hajë bukën në mbretërinë e Perëndisë." Atëherë Jezusi i tha: "Një njeri përgatiti një darkë të madhe dhe ftoi shumë veta. Dhe në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin e vet t'ju thotë të ftuarve: Ejani, sepse gjithçka tashmë është gati." Por të gjithë, pa përjashtim, filluan të kërkojnë ndjesë. I pari tha: "Bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh, të lutem të më falësh." Dhe një tjetër tha: "Bleva 5 pende qe dhe po shkoj t'i provoj, të lutem të më falësh." Dhe një tjetër akoma tha: "Mora grua e prandaj nuk mund të vij." Kështu shërbëtori u kthye dhe ja dëftoi të gjitha zotit të vet. Atëherë i zoti i shtëpisë plot zemërimi tha shërbëtorit të vet: "Shpejt shko në përsheshe dhe në për rrugët e qytetit e sill këtu lypës, sakate, të çalë e të verbër." Pastaj shërbëtori i tha: "Zot, u bë ashtu siç urdhërove ti, por ka vend edhe më." Atëherë Zoti i tha shërbëtorit: "Dil në përrudhë dhe përgjat gardheve dhe detyroi të hyjnë që të mbushet shtëpia ime. Sepse unë po ju them se asnjë nga ata njerëz që ishin të ftuar nuk do ta shijojnë darkën time." Amin. Jezu Krishti, motra dhe vëllezër, mësonte popullin e vet, gjithë ata që e ndiqnin, ju fliste motra dhe vëllezër, aleluja, për mbretërinë e Perëndisë, për veprën e madhe që Perëndia do të bënte me të gjithë njerëzit që e donin Perëndinë, që Perëndia asnjëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk e braktis popullin e vet. Falenderojmë Perëndinë, por gjithmonë bën një vepër të madhe shpëtimi. E falenderojmë Zotin. Jezus Krishti ju tregon, motra dhe vëllezër, aleluja, për dashurinë e madhe të Perëndisë, për të gjithë ata që e duan Zotin, që Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk sheh siç shohin njerëzit, por Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, sheh nëpërmjet dashurisë së vet. Lavdi emri të shenjtë. Dhe dashuria e Perëndisë, vëllezër, është e madhe. Dashuria e Perëndisë nuk krahasohet dot me mendjen tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, se sa e madhe është dashuria e Perëndisë për njeriu. Sepse njeriu e krijoi Perëndia që të jetojë përjetësisht në praninë e Perëndisë. Ky është vullneti i Perëndisë dhe sot, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të jetojë në praninë e Perëndisë. Dhe për këtë, motra dhe vëllezër, aleluja, dërgoi Jezus Krishti, Zotin ton, që të kryqëzohet, të
flijohet, motra dhe vëllezër, alleluja, për mëkatet tona, që ne të kemi jetë të përvjeshme. Që ne të arrijmë, motra dhe vëllezër, të kuptojmë përse Zoti na krijoi. Përse Zoti, motra dhe vëllezër, alleluja, na dha një ftesë. Dëshiron të më ndjekësh ta Zoti. Dhe ne thamë amin. E pranuam Zotin, vëllezër, alleluja. Dhe Zoti veproi në jetën tonë me mrekulli të madhe. Shiknim të gjithë, motra dhe vëllezër, vegime. Shiknim qiellin e hapur, vëllezër, lavdi emër të shajt. Zoti na fliste të gjithëve dhe na çfarçej të gjithëve. Zoti na mregullonte në jetën tonë me ndryshime të mëdha që ndodhnin, motra dhe vëllezër, alleluja, në jetën tonë që kur pranuam Jezus Krishtin. Dhe kjo, vëllezër, ishte ftesa jote. Ftesa që na bëri Zoti dëshiron që të më ndjekësh. Dhe e vërtetoi dashurinë e tij me gjithçka që ne pam në jetën tonë, vëllezër, na ndjekësh. Pse? Sepse Zoti do të bëjë një vepër me ne. Veprën Zoti, motra dhe vëllezër, do ta bëjë me të gjithë ata që e duan Perëndinën, me ata që e dëgjojnë zërin e Zotit. Zoti thotë jeni tek unë dhe lini barët tuaj, rëndesën tuaj. Dhe ne shohim, motra dhe vëllezër, që kur shkojmë tek Jezus Krishti, flasim me Zotin dhe lëmë gjithçka në Zotin. Dhe çfarë ndodh? Prezenca e Zotit, fryma e shenjtë, na çliron nga kjo rëndesë, vëllezër, dhe ne mrekullohemi. Dhe themi, ku të shkojmë? Kur prania e Zotit është në ne, njeriu, motra dhe vëllezër, alleluja, është i mrekulluar. Dhe ne ngrihemi të bekuar, motra dhe vëllezër, falenderojmë Perëndinën dhe shohim jetën tonë. Dhe Zoti thot, prit, thot. Këtë bëra unë për ty. Tani kam diçka që dua të bësh ti për mua. Ne nuk qëndrojmë, motra dhe vëllezër, alleluja, të dëgjojmë çfarë do ti, Zot, që unë të bëj. Kur Zoti ju çfaq apostullit Paul, që ishte Saul, një përndjekës i kishës, dhe pyeti, kush je ti, Zot, që unë përndjek? Dhe ai tha, unë jam Jezusi nga Nazareti. Çfarë duhet të bëj, Zot, për ty? Zoti erdhi na u çfaq, vëllezër, alleluja, për ta pyetur Zotin, çfarë duhet të bëj, Zot, unë për ty? Zoti e tregoi në jetën tonë dashurinë e vet, që është i gjallë, që vepron fuqishëm në çdo zemër, motra dhe vëllezër, që e pranon Zotin, por ka një plan Zoti me çdo njeri që Zoti e ka thirrur. Luma e njeri që kupton, motra dhe vëllezër, alleluja, cili është plani i Perëndisë. Një nga të ftuarit që Zoti i kishte thirrur, thot, motra dhe vëllezër, pasi dëgjoi të gjitha këto gjëra, lum kush do ai bukë në mbretërinë e Perëndisë. Me të gjitha këto gjëra që shohim, motra dhe vëllezër, që Zoti veproi në jetën tonë, themi, po atje, po aty ku jam unë, do të jeni dhe ju, tha Zoti. Po atje çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, alleluja? Lum ai që do të ai bukë në mbretërinë time, thot Zoti. Dhe Jezusi i tregon, motra dhe vëllezër, alleluja, kush është ai që do të ai bukë në mbretërinë e Perëndisë. Një njeri përgatiti një darkë të madhe, thotë, dhe ftoi shumë veta. Dëshiron të vish, tha Zoti.
Dhe na dha një ftesë vëllezër të gjithëve. Halleluja, falenderoj Perëndin. Dhe kjo ftesë ishte ajo çka fola pak më përpara. E vërtetoi Zoti këtë ftesë, që Zoti më ka zgjedhur. Ajo që ndodhi në mua nuk mund të ndodhte nëse Zoti nuk do vepronte në jetën time. Kjo është dashuria, kjo është ftesa që Zoti më tha, dua të vish tek unë. Të jetojmë së bashku. Dhe në kohën e darkës, për të cilën Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, na thirri, na ftoi, dërgoi thot shërbëtorin e vet, që t'ju thot të ftuarve, ejani në darkën time. Por të gjithë, pa përjashtim, filluan të kërkojnë ndjes. I pari tha, bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh. Nuk kam kohë që të vi në darkën tënde. Kam një punë që është më e rëndësishme se sa e gjithë kjo që ti bëre për mua. Se sa e gjithë kjo ftesë që ti ke bërë për mua, unë kam bler një arë dhe tani më duhet të shkoj ta shoh. Të lutem të më falësh. Çfarë vlerë, motra dhe vëllezër, ka të lutem të më falësh, ke shumë të drejtë, por në darkën që ti më ke ftuar, unë nuk vi dot. Pse? Sepse dëshirat e kësaj bote jazon frymën, thotë motra dhe vëllezër. Nuk kam kohë për atë ditë që ti thua, nuk jam gati. Kur erdhi dhëndri, thotë motra dhe vëllezër, fjala e Perëndisë ishin 10 virgjëresha. 5 nga ato të zgjuara dhe 5 nga ato të pamendura. 5 të zgjuarat, motra dhe vëllezër, kishin vaj në kandilin e tyre dhe mezi e prisnin këtë ditë të dasmës. 5 të tjerat nuk mendonin kështu, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ishin. Por punët ka marrë një arë dhe do shkoj ta shoh, nuk vi dot. Nuk kishin vaj në kandilin e tyre. Pesë nga këto, motra dhe vëllezër, që ishin të zgjuara, ynën në dasmë. Dhe dera u mbyll. Dhe nuk mund të hyj dot më askush. Sot është ora e çdo njerit që dëgjon fjalën e Perëndisë të marrë vendim kuj do t'i shërbej. 2 zotrinve, thotë Zoti, nuk mund t'ju shërbejnë dot. T'i shërbejmë edhe mamonit, edhe Zotit nuk mundet. Ai që do t'i shërbej mamonit, nuk mund t'i shërbej dot Zot. Dhe ai që do t'i shërbej Zotit, shikon drejt qiellit, vëllezër, aleluja. Pret ditën e Zotit.
Një tjetër tha, bleva 5 pendi që do shkoj t'i provoj, të lutem, të më falësh. Nuk mund të vitoj, më tasë më të në. Një pun tjetër, aleluja, që është pengesë për të hyrë në tasë. Një tjetër akoma tha, mora grua, dhe nuk mund të vi, edhe gruaja tasma, pengesën motra dhe vlezër, aleluja, për të hyrë. A thua që do të ndodhë sa herë të duam ne rëmbimi i kishës? Ardhja e Zotit tonë, thot Zoti vlezër, aleluja, do të ndodhë pa lajmëruar. Sa hape mbyllë sytë. Kush është gati, do ngjitet në qiell. Kush nuk është gati, vlezër, aleluja, nuk ka kohë, thot Zoti, të zbresë poshtë taracës dhe të marrë gjarat e tij. Nuk ka kohë. Nuk ka kohë t'i rregulloj në atë minutë, motra dhe vlezër, gjarat e mia për të ikur në qiell. Sot është ora tënde. Ardhja e Zotit do të jetë, thot motra dhe vlezër, si në kohën e Noait. Si në kohën e Lotit. Ku njerëzit ishin në qetësinë e tyre, në dëshirat e tyre, nuk e dëgjonin zërin e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, që Zoti do të vijë dhe do ta mbytë vendin, motra dhe vlezër, aleluja, sepse mëkati është ngjitur deri në qiell. Askush nuk e dëgjon. Si do të bjerë ky shi? S'ka rënë ndonjëherë deri tani, s'ka ndodhur ndonjëherë një gjë e tillë. Noe? Por Noe i vëmendshëm në të dëgjuar, motra dhe vlezër, aleluja, dhe shpesherë Zoti në flet, vlezër, ai që dëgjon zërin tim dhe ecën sipas vullnetit të Perëndisë, do hyjë në pretërinë e Perëndisë. Nuk ka, motra dhe vlezër, aleluja, rrugë të mesme. Nuk ka, motra dhe vlezër, aleluja, që një kishë të jetë as i ftohtë dhe as i ngrohtë, vlezër. Do të lodh shandanin tënd, thot Zoti. Kështu as i ftohtë dhe as i ngrohtë. Dhe dini kush është as i ftohtë dhe as i ngrohtë, vlezër, aleluja. Ai që thotë nuk ka nevojë për asgjë, lavdi Zotit, mirë jemi, në kishë vete, aq sa munden, dhe jeta ime me fëmijët mirë, me punë jam shumë mirë, me njerëzit jam shumë mirë, keq njeriu nuk i kam bërë. Ky njeri është as i ftohtë dhe as i ngrohtë. E atë kur thot Zoti të tapen sytë, të shohësh përse të kam thirrur. Sepse Zoti vlezër na ka thirrur që të bëj një vepër këtu shumëtori. Zot, përdor. Ne, motra dhe vlezër, shpesherë kërkojmë Zotin të na sigurojë gjërat e nevojshme në këtë jetë, motra dhe vlezër, dhe kaq. Zoti thotë, në radhë të parë, kërkoni mbretërinë e Perëndisë. Dhe të gjitha gjërat që ti ke nevojë do të jepen shtesë. Zoti do mendojë për gjërat që ti ke nevojë. Ti duhet të mendosh, kërkosh mbretërinë e Perëndisë. Ti jesh i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Kur shërbëtori u kthye dhe ja dëftoi të gjitha Zotit të vet, atëherë i Zoti i shtëpisë plot zemërim i tha shërbëtorit të vet: shpejt shko në përsheshe dhe në për rrugët e qytetit dhe sim këtu lypës, sakate dhe të verbër.
Sepse shtëpia e Zotit do të mbushet. Shtëpia e Zotit do të mbushet. Shpeshherë themi në kohët e fundit, motra dhe vëllezër, aleluja, do ketë një bekim të madh. Bekimi i madh është, vëllezër, aleluja, shtëpia e Zotit do mbushet. Me një vepër të Zotit, dhe Zoti do ta mbushë shtëpinë e tij. Dërgoi shërbëtorin e vet, mbushë shtëpinë time. Me të gjithë njerëzit totë, shikoni vëllezër, gjejnë për sheshe në rrugët e qytetit dhe sill këtu, lypës, sakate, të çalë dhe të verbër. Pastaj shërbëtori i tha, Zot, u bë ashtu siç urdhërove ti, por ka vend edhe më. Atëherë Zoti i tha shërbëtorit, dil në për rrugë dhe në për gjatë gardheve dhe detyroj të hyjnë të mbushet shtëpia ime. Shtëpia e Zotit, vëllezër, aleluja, do të mbushet. Plani që ka Perëndia do të bëhet, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Lavdi Zotit. Por e rëndësishme është, vëllezër, aleluja, unë që kam marrë këtë ftesë nga Perëndia, i kam shërbyer Zotit, vëllezër. Apo i kam shërbyer vetes time, dëshirave të mia. Edhe me Zotin. Dy zotrive nuk mund t'ju shërbejmë ato, vëllezër, o do të kujdesemi për njerin dhe do të përbuzim tjetrin, o do të kujdesemi për tjetrin dhe do të përbuzim tjetrin. Të dyve, vëllezër, nuk mund t'ju shërbejmë. Vendim për çdo njerin është, Zoti ka erdhur në jetën tonë me fuqi. Zoti na ka dhënë një ftesë të gjithëve, vëllezër, e falenderojmë Perëndin, aleluja. Dhe duhet që të gjithë ta çmojmë këtë ftesë të madhe të Perëndis. Ashtu siç e çmuan motra dhe vëllezër, aleluja, Apostull Pali, i shefujt, motra dhe vëllezër, aleluja, të zgjedhurit e Perëndisë, të gjithë apostujt e falenderojnë Zotin, dhe çfarë bën? I konsiderova ple të gjitha gjërat që më ishin, motra dhe vëllezër, aleluja, që kisha kur unë njoha Krishtin. I konsiderova të gjitha ato që kisha pa vlerë. Dhe thot këtu, motra dhe vëllezër, aleluja, po lexojmë në vargun 26, nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet, nënën e vet, gruan dhe fëmijën, vëllezërit dhe motrat, madje dhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im. Dhe kush e mbart kryqin e vet dhe nuk më ndjek, nuk mund të jetë dishepulli im. Që do të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur Zoti na ka thirrur, është ai që do të na udhëzojë në një rrugë, në këtë rrugë shpëtimi, në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja, të mbretërisë qiellore. Kurrë nuk kam për të braktisur, thot Zoti. Me gjithë vështirësitë që ti do të kesh, thot Zoti, unë jam gjithmonë me ty. Dhe gëzimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk janë gjërat që kemi rreth e rreth. Nuk janë në shtëpitë tona. Nuk janë gjërat që na rrethojnë, vëllezër, aleluja. Gëzimi ynë është fryma e Perëndisë në ne. Mbretëria e Perëndisë që Zoti ka përgatitur për ne. Asnjë gjë nga të gjitha ato që kemi nuk më shpihen në mbretërinë e Perëndisë. Do të mbeten këtu të gjitha. Por sot është ora që ne të mendojmë ku do shkojmë. Një njeriu, e dim historinë, motra dhe vëllezër, aleluja, i prodhuan shumë arat e tij. Dhe mendonte
Ç'do të bëj me të gjitha këto prodhime, me gjithë këtë pasuri, ç'do të bëj? Dhe mendonte si do t'i sistemonte motra dhe vlezër, aleluja, që të mendonte për fëmijët, që të mendonte për nipër e mbesa, që të kenë brez pas brezi. E gjeta, do t'i prish këta ambarë dhe do bëj ambarë më të mëdhenj, do t'i them në shpirti tim, pi të fre, sepse ke për vete dhe për breza. O i marë, i thotë Zotë. Sot ty do vinë të marrin shpirti. Të kujt do të jenë të gjitha këto që ti mendon? Nuk mendon ndonjëherë që sot unë do takoj Perëndin. Kush e ka motra dhe vlezër nga ne të sigurt të nesërme? Sot është ora ime, ora jone, të përdëllehemi në praninë e Zotit, motra dhe vlezër. Të jetoj me Zotin, të kem gëzim paqe në jetën time dhe të pres ardhjen e Zotit, motra dhe vlezër. Sepse ajo orë nuk duhet t'ju zërë në befasi, do vije sa ape mbyll sytë të Zotit. Që vlerë ka, motra dhe vlezër, aleluja, preokupimi im për këtë jetë, për prezat, motra dhe vlezër, aleluja, kur unë do të unë. Gjithçka. Dhe thotë, nëse do kush vjen tek unë, dhe nuk uren, nënë, babë, vlezër, motra, ara, gjithçka, motra dhe vlezër, nuk mund të jetë të shekull i. Nuk thot për të urryer nënë e babë, vlezër, aleluja. Për shkak të emrit ti, unë do të lë çdo gjë për emër të Zotit. Sepse që të gjitha këto do të më bëhen pengesë që unë të gjitem nga në qiell. Prandaj thot do të marrë kryqin e vet dhe do të më ndjekë. Dhe kryqja është, motra dhe vlezër, aleluja, të ecësh në rrugën e Zotit. Atë çka bën me mua, thot Zoti, do ta bëjnë edhe me ju. Mos u trishtoni. Unë e munda botën, edhe ju do ta mund. Për këtë ju kam thirrur, thot Zoti, e falenderojmë Perëndimin, që Zoti të bëjë një vepër në jetën tonë, që ne, motra dhe vlezër, të shohim lavdinë e Perëndisë në qiell. Dhe kjo është një rrugë krejt ndryshe nga bota ku na nxori Zoti. Zoti na nxori nga ajo botë, motra dhe vlezër, aleluja, ku ne shohim tani të përdëllehemi, të jetojmë si bota, si të gjithë një. Jo! Gjeta këtë margaritar dhe shita gjithë çka kisha për të fituar këtë margaritar, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe margaritari ynë sot është Jezus Krishti. Nuk mund të ndroj dot me askënd, motra dhe vlezër, nga të gjitha ato që unë kisha në zemrën time, në dëshirat e mia. Shiti gjithë shka thot për të fituar këtë margaritar. Nuk duhet, motra dhe vlezër, aleluja, këtë margaritar, pa shitur këto, nuk mund të mbajmë dot, motra. Nuk e blem dot, motra dhe vlezër. Unë nuk mund, thot Zoti, të vi në zemrën tënde nëse nuk jam vetëm unë në zemrën tënde. Dëshirat e kësaj bote, thot fjala e Perëndisë, vlezër, jazun frymën. Dhe nuk mund të sjellë fryt ky njeri, motra dhe vlezër, nëse dëshirat e tij janë dëshirat e kësaj bote. Ai njeri jeton, motra dhe vlezër, aleluja, ai që ka zemër të pastër, jeton vetëm për Zotin. Të bëhet vullneti i Perëndisë. Ai nuk ka asgjë, motra dhe vlezër, aleluja. Unë nuk kam pasuri që më kërkon ti, tha Pietri. Ati të paralizuar. Por atë që kam,
do të ta japë. Në emër të Jezus Krishti, ngriu dhe ecë. Lavdi Perëndis. Atë kishte Pietri, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çfarë tjetër? Dhe të gjithë vlezërit dhe motrat që Zoti i kishte dhënë. 100 fish, motra dhe vlezër, i kishte dhënë Zoti. Lavdi Zotit, motra, aleluja. Edhe i krishteri sot, motra dhe vlezër, aleluja, do të ketë vetëm Zoti. Ati që kam, do të ta japë. Jepja, motra ime, vlla im, ati që ka nevojë. Ati që ka nevojë, Jezus Krishti. Që ai të ngrihet, që ai të ecë, për këtë jemi thirrur. Që ne të kujdesemi, motra dhe vlezër, për njëri tjetrin. Që ne të kujdesemi për atë që ka nevojë. Kjo është feja jonë, motra dhe vlezër, aleluja. Feja e shëndoshë e një njeriu që do Perëndinë. Është të kujdeset për nevojtarë, motra dhe vlezër. Lavdi Perëndis. Për këtë Zoti na thirri, vlezër. Për këtë Zoti na dha ngushëlluesin, frymën e shenjtë, që ne të ecim sipas vullnetit të Tij. Që ne t'i thresim dhe ai të na përgjigjet, motra dhe vlezër, aleluja. Këtu jam biri, këtu jam bia ime. Pran teje. Dëshiroj Zot të më udhëheqësh, unë jam ai që të drejtoj Zoti. Unë jam ai që të kam thirrur, unë jam ai që lejoj në jetën tënde çdo gjë ka një plan. Ne të bëhet vullneti yt Zot në jetën time, Zot, aleluja. Falenderoj Perëndin. Ky është Zoti ynë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe plani i Perëndisë. Ju jeni dritë në këtë botë. E falenderoj Perëndin. Zoti ta përgoj këtë fjalë.